Mendoj se ishte një ndeshje që ne, si shtatë edhe ju, e dominuam, kontrolluam, shënuam 4 gola dhe ndoshta pengu i vetëm i ndeshjes mund të jetë se humbim edhe shumë raste të pastërta si me portierin, por megjithatë, kur është rezultati i lartë edhe koncentrimi është më i ulët në momentet të veçanta, por në përgjithësi jam i kënaqur me angazhimin e futbollistë. Ndoshta rezultati, ndoshta kundërshtari, por sot u pa një shkëndim më angazhuar, mungesa e publikut ndjeheshit edhe ju gjatë kohës që kërkonit lojtarëve vrapim gjithkohën dhe po pasonim, po kombinonim, kishim volum loje dhe në anën tjetër një Liridon Latifi që përfundimisht vjen aty ku mbase e doni edhe ju, kthehet fiton Ademi me gol, shënon edhe Tamba dhe Besart Ibrahimi, besoj që më shumë arsye për të gëzuar sot. Patjetër, edhe këto futbollistët që përmenden ju, domethënë shënuan apo asistuan dhe kjo është e mirë për skuadrën. Gjithashtu është e rëndësishme edhe rikthimi i Qakës, rikthimi i Shalës apo i Websterit, të cilët kanë pas lëndime të vogla dhe tani janë 100% me skuadrën, morën edhe disa minuta. E rëndësishme është ekipi të funksionojë, domethënë edhe ne nga ndeshje në ndeshje dukemi më të sigurt dhe normalisht të mundohemi të qëndrojmë në vendin aty ku jemi për momentin.